Mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë jam. Gëzohemi. Kam vendosur të jem mirë, kam 1-2 ditë që i kam lënë. Bukur kjo. Çfarë detyrime janë, tash po i lënë një çik të pushojnë tutje dhe po qetësohem, kështu që. Sepse nganjëherë pyesim si do jenë të tjerët dhe harrojmë të pyesim si do jesh. Faleminderit shumë. Qytetërisht më bëhet shumë rrallë, po realisht është nga ato taktikat që duhet ta praktikojmë të gjithë. Atë stresin, anktin e detyrimeve, ta lëshojmë një çik se sa të çlodhemi 1-2-3 ditë. Se atje kemi, nuk i se i shmagim dot, po të paktën 2-3 ditë të çlodhim veten. Dhe unë këtë taktik kam ndjekur nga e marta pas dite dhe deri më sot, duke qenë që Saturnin e kishim mbi diell dhe nuk e menaxhoja dot ngarkesën ose ndjesinë e rëndë që kisha, jo me arsye dhe jo vetëm unë, po pothuajse të gjithë, pra ishte më tepër projektimi disi i zymt i energjisë se sa e përditshmja. Ndërsa sot fillon dhe përmirësohet, kështu që s'duam do futemi në rregullimin dhe korrigjimin e detyrimeve të javës. Duke qenë që hëna në këto momente që flasim është duke flirtuar me Jupiterin tek Gaforia, gjë që e bën që të paktën detyrimet familjare, çështjet familjare, tematikat apo ngarkesa që u shkaktuan të martë të mërkur, edhe pak edhe sot, duket sikur e kanë shumë të thjeshtë për të vendosur në një vit të drejtë. Kemi dhe një hyrje shumë bukur në fakt të Venusit me Uranin. Venusi nga Dashi dhe Urani është tek Demat, gjë që bën që të ketë ky 4 ditësh takime shumë bukura, në fakt të planifikuara ose jo, edhe pse pjesa më e madhe e tyre do të jenë të paplanifikuara, të papritura, të cilat ndoshta nuk mund të kenë të ngjyrën e pasioneve të mëdha erotike, por kanë ngjyrën e përsosmërisë së të dhuruarit ose të ndihmuarit. Pra duket sikur përplasja me njerëz të cilët në kuptimin e bukur të fjalës, të cilët nuk i kishin menduar, mund të lindi ide të bukura, zhvillime të bukura ose të jepet dora. Pra duket sikur kemi takime të cilat minimalisht do prodhojnë ide, minimalisht do prodhojnë një lloj projektimi. Dhe në më të mirën e mundshme janë bashkëpunime apo ndihmesa, kështu që sa më social, sa më të hapur, sa më komunikues, duke qenë që edhe Mërkuri është mbi Marsin, mos ta harroj në fundin e javës, gjë që e bën shumë të thjeshtë që zgjidhjet të gjenden nëpërmjet komunikimit dhe jo nëpërmjet veprimit. Dhe është shumë e rëndësishme kjo fundjavë që të ulemi të diskutojmë më para se sa të veprojmë. Në të gjitha llojet e drejtimeve, duke qenë që ka të bëjë me boshtin emocional dhe është në një pozicion si në mbyllje të ciklit të problematikave që janë të mbartura për pak kohë apo për shumë, do të ishte mirë që për t'i lënë pas, do të duhet t'i diskutojmë, t'i sqarojmë dhe pastaj të veprojmë. Pra kemi 3 hyrje që do të ndihmojnë individualisht çdo njeri mbrenesh për të diskutuar, sqaruar, për të takuar, për të pasur ide dhe për të zgjidhur çështjet familjare të cilat kanë qenë dhe impenjimet e gjithë secilit në varësi të hartës personale të tyre. Konkretisht për shenjën e Dashit, Venusin e kanë tek vetja dhe kanë një hyrje shumë bukur në fakt me Uranin, gjë që do të thotë të privilegjuar, do të jenë të lindurit në 10 ditësh e fundit nga kjo hyrje, do të kenë kontakte dhe lëvizje shumë të mira në fakt, apo ndeshje që shkojnë për tjetër gjë dhe u del diçka tjetër nga komunikimi, por që është më mbush ata me pozitivitet dhe optimizëm. Është ka dalë përpara dielli, kështu që nga Saturni që ishte këto ditë dhe dje ishte në gradet të barabarta biles, gjë që e bën pak atmosferën jashtë tyre, më të qeshur, më të gëzuar, por njëkohësisht të ndryshon edhe këndvështrimi se si i shohim gjërat. Kur Saturni është para diellit, kemi tendencën për të parë anën e vështirë. Kur dielli del përpara, instinktivisht ne shohim zgjidhjen apo shohim më lehtë çështjen apo problematikën. Kështu që shija do të jetë minimalisht lehtësuese dhe me diçka të re në mendimet e tyre në lidhje me projektimin. Kalojmë tek Demat, Urani është tek Demat, edhe këtu kemi privilegjin e kanë, por në fakt vetëm të lindurit e ditëve të fundit, pra jo 10 ditëshi, po të lindurit e ditëve të fundit, për ato transformimet e fundit të vogla, të cilat kanë të bëjnë me çështjet e tyre personale. Çështjet personale nuk hyn vetëm gjërat që i përkasin dashurisë. Kur flasim për çështje personale, zakonisht na shkon mendja tek pjesa e jetës personale, jetës intime. Në fakt jo, është përtej kësaj. Mund të jenë çështje të fizikut të tyre, mund të jenë çështje të pjesës mënyrës se si ndihen në raport me veten, në raport me trupin e tyre, në raport me fëmijët e tyre, pra çështje që kanë të bëjnë me ngjyrosjen emocionale që lidhen me ta. Marrin një formë dhe marrin një drejtim të mirë.
të fundit, të lindurit në fund, e kanë edhe si me vendosje të momentit të fundit, ndërsa duke qenë që Marsi dhe Mërkuri ndodhen eksaktësisht në mes tek Peshqit, në këtë trekëndesh me diellin e tyre, jam e sigurt që minimalisht diskutimin apo rrugëzgjidhjen për të mbyllur përfundimisht çështjet e mbartura prej kosh, duket sikur kjo fundjavë, dhe në fakt është deri në datën 10 prill, por që duke qenë që të dielën fiks Mërkuri është 1 mars, hap mundësinë e komunikimit për të gjetur zgjidhje dhe në çështjet e ndryshimeve të njëherë pasershme që kanë pasur në drejtim të karrierës së tyre. Kalojmë tek binjakët, të cilët në një 4 këndësh Mërkuri me Marsin, gjë që imponon në sado i rënd të jetë humori tyre, ose jo me dëshirën për të sqaruar, për të folur, për të diskutuar, apo dhe për të lëvizur, duke sikur janë të detyruar që të diskutohen dhe të sqarohen gjërat, sepse ka del një lloj lodhje akoma tek binjakët, për sa i përket ngarkesave të tyre emocionale që në fakt lidhet vetëm me çështjet personale, në mënyrën se si ndihen me emocionet në çift apo me emocionet në raport me gjinin e kundërt apo me partnerin apo me personin që u intereson. Pra ka një lloj ngarkese ose mospatje dëshire, e cila duke qenë që kjo hën së bashku me Jupiterin vendoset në familje të dytë të diellit të tyre, e lehtëson, e bën të mundur që nëse diskutohen, do shohin që ngjyrat e atij asaj që kanë përballë janë më të bukura se që mendojnë. Pra, po ta ndajnë shqetësimin, do kuptojnë anën e mirë ose do të ndryshojë shumë humori tyre. Ndërsa për sa i përket çështjeve të punës, do pak organizim akoma, sepse ky Mars është pavarësisht hyrjes 4 këndore, është akoma në ide ose në ajër, jo praktikisht i zbatueshëm, edhe pse do të kenë zhvillime, domethënë këto që diskutohen me këtë Mars, jam e sigurt që do të jenë të prekshëm dhe të zbatueshëm nga binjakët nga data 10 prill dhe në vazhdimsi. Vim te Gaforia. Minimalisht humori është më i mirë, duke qenë që dielli ishte mbi Saturn në familje të 4 me diellin e tyre, gjë që e bëri që të paktën energjinë apo nervozizmin apo tolerancën ta kishin disi të vogël në ditën e djeshme, ose u ndjen pak të nervozuar apo të mbilodhur. Nga dita e sotme, ky hën mbi Jupiter, duket sikur ndihmon shumë, minimalisht që të ndihen të qeshur, të gëzuar. Në më të mirën në fakt, nëse kanë çështje që duhet diskutuar, nëse kanë çështje që duhet zgjidhur, si për sa i përket çështjeve të familjes apo të rrethit pak më të gjerë familjar, por edhe çështje që përkasin bashkëpunimeve apo bashkëpunëtorëve. Kështu që se japim pak rëndësi diskutimeve në lidhje me punën ditën e sotme, s'do ishte keq në fakt. Kalojmë tek Luani, të cilët, duke qenë që Venusi është një pozicion favorizues, kur përmendet fjala Venus, automatikisht të shkon mendja te pjesa e dashurisë. Ky Venus për Luanët mund mos lidhet shumë me dashurinë ndaj tjetrit, po lidhet shumë me dashurinë ndaj vetes. Pra që do të thotë, është një 4 ditësh që do ishte mirë t'ja dedikonin vetes së tyre, mënyrën se si ndihen në raport me veten e vet, me gjëra të vogla, duke marr pak veten me të mira, dhe gjithashtu duke u distancuar disi edhe nga problematikat e kohës, pra të bëjnë atë që unë kam zgjedhur të bësh, pra largohemi pak nga problemet për t'i parë më të qarta dhe për të çlodhur. Kështu që këtë këshill time do të duhet ta zbatojnë të lindurit në shenjën e Luanit, sidomos të lindurit në pjesën e parë, në 10 ditën e parë të shenjës. Ndërsa për sa i përket Uranit e Demat, akoma ka një lloj pasigurie, por kam bindjen që deri ditën e hënë, diçka që i impenjon shumë seriozisht, ose që i ka ngarkuar, ose u jep stres seriozisht, ose i quajnë të vështirë për të zgjidhur, mund të ketë të papritur në zgjidhjen shumë pozitive, pra të shkoj komplet në drejtim të kundërt. Pra pa e menduar mund të marrë një drejtim komplet ndryshe, çështja me të cilën ata kanë ngarkuar veten apo janë stresuar kohët e fundit. Bukur. Ikim bashkë tek Kalojmë tek Virgjëresha. Mërkuri dhe Marsi përballë tyre i bën që t'jenë konfuz dhe disi jo të sigurt për sa i përket çështjeve të profesionit. Por ndoshta është edhe lodhje dhe ndoshta edhe shqetësime të vogla të fizikut që akoma i kanë të mbartura në varësi të gradëve të diellit që nga pranvera e 2023-shit. Pra kanë merakje, kanë ngarkesa, kanë lodhje, kanë çështje të vogla në fakt, të cilat e bëjnë që duke qenë që ngarkesa e kohës kërkon shumë energji, duke sikur ka një lloj tendence për t'i egzageruar
përjetuar ose për t'i përjetuar. Dhe nuk ka rëndësi sa i madh është një problem. Nëse unë e jetoj si të madh, është i madh problemi. Kështu që ka një tendencë për të ndjerë të lodhur përpara çështjeve të profesionit të tyre. Jam e sigurt që nisur që nga dita e sotme, Bashkimi i Hënës me Jupiterin do t'i bëj më mirë, do t'i bëj të ndihen më mirë me fizikun e vet, ose me fuqinë apo vetbesimin e tyre. Dhe e dyta, nga e diela, gradualisht do të sheshohen diskutimet apo komunikimi në ambientet e punës. Do të jenë më të qartë, më të sigurt, ose do të marrin siguri më të madhe nga njerëzit me të cilin bashkëveprojnë ose që kanë përballë. Kështu që gradualisht atmosfera do të rregullohet jashtëzakonisht shumë në krahasim me se si janë ndjer deri ditën e djeshme. Peshorja. Kalojmë tek peshorja. Atje ku do të favorizohen shumë nga hyrja e Venusit në 12 këndësh me Uranin te Demat. Është shumë e mirë sepse përshpejton kohën. Peshorja tani e ka me kontakte personale, ka me diskutime personale. Favorizohen të lindurit në fund. Venusin sot e kemi diku në 25 gradë, Urani është 28, do të shkojnë në gradë të barabarta në datën të dielën, kështu që sa më shumë i afrohen fundit të javës, aq më bukur do të jetë energjia e tyre, por dhe aq të bukur do të ndihen nga mënyra se si do të marrin reflektimin e njerëzve që do t'i rrethojnë në çfarëdo lloj ambienti që ta gjejnë veten. Ndërsa për sa i përket Marsit me Mërkurin tek Peshqit, nuk është fort në komod si energji ose nuk është fort e qartë, megjithatë duket sikur lë hapësirën e imagjinatës, fantazisë, pra lë një hapësirë për të vazhduar, për të menduar, por nuk është i konkretizuar. Zhvillimet e peshores me Marsin tek Dashi në datën 11 të prillit do t'jenë të konkretizuara, pra ato ide të që mendojnë në këtë periudhë ose që do të diskutojnë deri në datën 10 të prillit, duket sikur e kanë hapësirën shumë të sigurt, shumë të qëndrueshme për zhvillime nga 11 prilli. Kështu që të shijojnë dashurinë dhe bukurinë këtë periudhë dhe me punën do kenë mundësira plot që të impenjohen intensivisht. Vim tek akrepat. Urani është bërë përballë tyre, Venusi në një pozicion komod do të thosha, por vetëm për diskutime me lekun. E ndihmuar kjo edhe me Marsin me Mërkurin. Pra, diskutojnë për çështjet e ekonomisë sot dhe nesër, në të cilën ndihmohen nga Hëna me Jupiterin te Gaforia, dhe çështjet personale, lëvizjet personale të shtyjnë për pak më vonë ose të bëjnë një pauzë, se nevoja për të pushuar ose për të menduar më pak duket sikur është ajo që do të dominoj prioritetet e tyre gjatë këtij katërditëshi. Kështu që sot e nesër diskutime nëse keni çështje të lekut për të zgjidhur, dhe të shtunë të diel thjesht një pauzë mendimeve ose hiperaktivitetit të trurit tuaj. Qartë, mirë. Kalojmë tek shigjetarët, me Marsin në familje të katërt dhe me Mërkurin po aty të favorizuar të lindurit në qendër për diskutime goxha serioze, me perspektivë, me do të në fakt, sepse nuk është konkrete, por ka diskutime që do të ndihmojnë shumë në zhvillimin e statusit të tyre. Siç e thash, disa mund kenë në fillimet e javës, disa mund kenë propozime për diçka komplet ndryshe nga çfarë bëjnë deri tani. Kështu që fatin ose privilegjin në këtë periudhë do ta kenë të lindurit në qendër. Në këtë periudhë kanë nënkuptuar këtë 5 ditësh në të cilën ndodhemi. Ndërsa për sa i përket Venusit tek Dashi, është social, është i bukur, por dhe rregullator për ata që kanë shqetësim ose kanë pasur keq kuptime në çift, pra në çiftet ekzistues ose në familje, në partnerët që kanë ndërtuar familje. Pra çfarë ka për të sqaruar, do të ishte mirë që të komunikojnë ose minimalisht edhe sikur mos ketë për të sqaruar, të diskutojnë më shumë. Vim tek Britsjapi, me çështje, siç e fola në fillimin e javës, çështjet e familjes janë ato që kanë qenë impenjimet e pjesës së parë të javës, dhe nga dita e sotme duket sikur ose e mbyllin e zgjidhin ose fillon në faza e zgjidhjeve të tyre, sidomos për të lindurit në qendër të shenjës. Ndërsa për të parët, për 10 ditën e parë duket sikur ka akoma një energji disi të lodhjes dhe shumë e favorshme energjia për të lindurit në fund të shenjës për çështje të ndryshme. Atje ku është rëndësia e kohës është zgjerime sociale apo diskutime në lidhje me dhe në raundi social. Pra që do të thotë, mund të gjejnë ide zhvillimi ose
thjesht të shlodhen ose thjesht të kalojnë një kohë të bukur me shoqërinë dhe jam e sigurt që sado social të jetë komunikimi do të ketë edhe diskutime që lidhen me profesionin e tyre. Vinë tek ujorët, të cilët do të duhet të jenë disi të kontrolluar me mënyrën se si komunikojnë pikërisht në raportet në çift. Duket sikur ky bashkim i Mërkurit me Marsin duket sikur i duan gjërat paksa të përshpejtuara dhe kjo mund t'i bëjë që të ndihen të tjerët mund të ndihen pak imponues. Me kujdes sepse hëna është në katërkëndësh pavarësisht se ka planetin e fatit që nuk i lë që të rrëzohen apo të dështojnë, por minimalisht mund të trazohen urat në energji për sa i përket çështjeve në çift, çështjeve të raporteve personale. Kështu që pak kujdes me mënyrën se si do të shprehin dëshirat apo projektimet apo planet e tyre. Ndërsa për sa i përket Venusit me Uranin, Urani është në një hyrje jo fort komode, kështu që mund të dalin shpenzimet në momentin të fundit, por që gjithsesi nuk është se do të jetë nga ngarkesat e pasgjithshme ose nga çështjet të cilat nuk do të rregullohet më shpejt nga çfarë mendojmë. Pra dalin ca detyrime ekonomike që orientojnë pak, po për është çështje momenti se rregullohet dhe korrigjohet përsëri më pas. Peshqit kanë Mërkurin dhe Marsin tek vekja, dhe kanë në qendër, kështu që do të ndikojë të gjithë, por sidomos të lindurit në muajin mars. Në Peshqit e Marsit do ta kenë shumë të rëndësishëm pjesën e lëvizjes, pjesën e komunikimit, bashkëveprimit, shpërngulljeve në grup, pra në lëvizja dhe komunikimi do të jetë të shija që do ngjyrosi 4 ditë që nisur nga dita e sotme. Hëna mbi Jupiter në fakt e Gaforia ndihmon për çfarë ata duan dhe çfarë ata kanë të rëndësishme, sidomos për të zgjidhur diçka që i përkasin fëmijëve të tyre ose paraardhësve të tyre, pra ekstremet, ose pasardhësve ose paraardhësve. Ndërsa për sa i përket Venusit tek Dashi, është pak i çuditshëm në raport me Peshkun, në kuptimin që i bën të ndihen disi të përjashtuar nga koha, se do dëgjoj një disi ndryshe në fakt kjo, tamam siç e ka të ndjesin. Pra duket sikur ndihen që asnjë nuk i vlerëson se sa të mirë janë, ose ka një lloj gjykimi sikur nuk kuptohen ose nuk vlerësohen sakt nga gjinia e kundërt apo nga gjinia që u intereson. Dhe ka një lloj trishtimi ose një ndjesie jo shumë po optimiste në lidhje me dashurinë, e cila do të ndryshojë totalisht sepse Venusi që në datën 31 të marsit do të kalojë tek Demat dhe do t'i favorizojë jashtëzakonisht shumë Peshqit, kështu që edhe shumë pak me Erosin. Një 4 ditësh sot e nesër për të zgjidhur çështjet e rëndësishme dhe fundin e javës kalojnë me diskutime me miq, me shok, lëvizni, udhtoni, qarkulloni, qoftë edhe në hapësira të vogla apo në zona të vogla. Të japim pak jetë dhe dritë vetes. Do përpiqemi shumë. Të fillojmë të shijojmë pranverën. Me regjia më e mirë në Ballkanin Perëndimor ka vendosur në kohën e duhur numrin e telefonit në ekran. Dhe telefonata e parë kanë rritur. Që mund të telefononi dhe patjetër të zinë linjën tuaj. Telefonata e parë kanë rritur, ne përshëndesim shumë dhe jemi gati për pyetjen tënde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. E dashur, bëj pyetjen tënde, me Regjini po të dëgjon të dhënat. E diti si duhen. Po. Duhet bëj, unë kam 2 vajza. Njëra është 7, dyti 93. Kjo ora lindjes diku 1:20. E mëngjesit e drekës? E natës, e mëngjesit, sige. E natës, e mëngjesit. Duhet të di, kam problem për punën edhe për fatin. Për punën dhe për fatin. Është 18/3, 89. Ora e lindjes? Ora e lindjes 3 e qeret e mëngjesit. Po, edhe vendi i lindjes? Tirana janë të 2. Tirana janë të 2. Deri dashur do duhet të qëndrosh përpara ekranit për të marrë përgjigjen e pyetjes se sapo bëre, na ke dhënë 2 data. Pyetjen e du më shumë për fatin. Për fatin. Se punën e pas Fatin. Ju falenderoj. Të përshëndesim shumë. Të përshafojmë dashuri. Shumë dashuri nga këtë studio. Dërkohë japim kohën e duhur me Regjinit për të bërë për llogaritjen, janë 2 data specifike dhe me sa duket telefonuesit tanë kanë një kujtesë të jashtëzakonshme, mbajnë mend mjaft mirë që në takimin e kaluar ne patëm shumë nëna të shqetësuara që na thanë nga 2 data lindjesh për djemtë të tyre dhe sot vijojmë me vajzat, por që prapë kemi 2 data. Urojmë shumë që telefonatat e ardhshme vijuese të kenë një datë për të dhënë mundësinë shumë telefonuesve, se ka shumë nga ju që po bëhen gati të pyesin. Mirë, dim të themi që duhet japim Regjinit pak kohë që të bëj për llogaritjet, janë 2 data, praktikisht marrin
kohën e vetë se cila. Ju rikujtojmë dhe njëherë formulën për gjithë ata që ndoshta sot në shohin për herë të parë për të bërë pyetjen tuaj me Regjinit dhe për të marrë një përgjigje patjetër i duhet ditëlindja, i duhet vendi lindjes dhe ora lindjes. Dhe patjetër një pyetje artikuluar qartë se për cilin departament të jetës suaj, fëmijës suaj, një personit rëndësishëm të jetës suaj interesoheni. Dhe kështu me Regjini përmes një survejimi që bën në hartën e personit, hartën astrologjike të personit, mund të thojë se çfarë mund të rezervojë e ardhmja për të. Më pëlqen një thënie e Merit dhe nuk do harroj asnjëherë, astrologjia është orientues, nuk është determinues i asaj çfarë ne jemi, çfarë kemi dhe çfarë do ndodh me ne. Po patjetër na ndihmon që të përmirësohemi disa fusha ku ne mund të mos shkëlqejmë. Mirë. E kemi gati Merin. Po e nis me të madhen, që ka pasur dhe muajin e vet, kështu që t'ju urojmë dhe 100 gocës. Edhe 100. Dhe si dhe se çfarë do zemra të jetë dhe të arrijë. Dhe kemi një gocë në fakt e cila ka dalë nga një periudhë me ngarkesa goxha të mëdha dhe me lodhje të madhe emocionale, sidomos viti i fundit 2025 e ka ngarkuar dhe e ka lodhur shumë. Tani, fasën në të cilën ndodhet goca si vjet, nuk është, do më thënë, do të duhet të bëj një organizim po shumë të mirë të çështjeve. Të jetë përgatitur ose të filloj të bëj projektimin, sepse do të kemi kalimin e uranit eksaktësisht mbi çështje të rëndësishme të saj, që kanë të bëjnë si me çështjen e profesionin, si me çështjen e fatit. Bilesi ka të dyja në hyrje të drejt për drejt. Që do të thotë, kemi një transformim goxha të madh në jetën e gocës, si në çështjet praktike, po dhe të fatit që thotë nëna vet, nisur që nga mesi majit si vjet. Dhe i ka në 1 gradë, pra nuk do presi gjatë. I vinde planeti fatin mbi hënën e vet, që nga mesi majit të 2026-ës deri në pranverën e 2027-ës do të ndihmohet nga 2 hyrje shumë të forta planetare dhe njëri është shumë gjigant për të patur transformimet që i duen apo dhe për ta plotësuar për që ne lumtur. Mund t'i prishë pak Terezin kjo pjesa e Mars e punës, por është për shumë për mirë. Kështu që nëna do t'jetë e qetë dhe lumtur nga mesi majit deri në pranverën e vitit që vjen për të madhen. Po, për të voglën, çfarë mund themi që pyetja ishte për fatin e saj. Do të duhet pak Meri për Jo, vetëm se sa ta nxjerr si fotografi, se i bëra screenshot. Perfekt. Për të lindjen e dytë. Tani çuditërisht të dyja gocat kanë lidhur me hënën të Luanët dhe të dyja të lidhura në një boshtë emocional shumë të ngjashëm dhe e kanë çuditërisht dhe në gradë të barabarta. Pra pavarësisht se kanë lindur në kora të ndryshme, ajo lidhja e tyre emocionale do të jetë shumë e fortë dhe sa më shumë rriten aq më të lidhura do të jenë me njëra tjetrën, por dhe ngjashmëritë në mënyrë se si i përjetojnë çështjet emocionale të tyre. Pra paksa të egzageruar dhe pak dramatike në mënyrën se si e gjykojnë jetën e tyre personale. Po këtu kemi të bëjmë me një gocë e cila është më fëminore në mënyrën se si funksionon, më instinktive, më tamam në kuptimin e fëmijës, edhe kur bën diçka do mbaj kokën pas të kuptoj ka bërë mirë, s'ka bërë mirë, pra e gjykon një çik veten pak më shumë se ç'duhet, kështu që do të doja pak më tepër guxim ose vetbesim në mënyrën se si vepron. Ndërkohë që lumsi nëna që e ka se ka një zemër të mrekullueshme, por pak shumë pak të mëritet pak në mënyrën se si është brenda emocionalisë. Kemi të bëjmë me një fëmijë që ka momente që është shumë e zgjuar, shumë e zonja, ka momente që kthehet në shumë fëminore. Gjithsesi, me gocat, nëna do të merret në të njëjtën kohë. Në qoftë se e madhja kishte mes maj, mes pranvere, e vogla e ka nga 29 qershori 2026-ës deri në 29 korrik të 2027-ës ndryshime me shumë fat për sa i përket ekuilibrit të saj emocional ose fatit, si i thanë. Për shkak të Jupiterit që kalon në Luan. Jo, e ka në familje të gjashtë, kështu që do të thotë familje për të dyja. Bukur. Bëhemi gati për një tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Të përshëndesim. Përshëndetje dashur. Urdhëra, mirëmëngjes. Meri po ju dëgjon, mund ta bëni pyetjen tuaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Data 30 i 8-i. 30? I 8-i, po, viti? 58-a. Po. 88, ora e lindjes? 5, 85. Orek njëshit.
Orman po janë Korç. Korç, ora lindjes? Arek Mjeshit Drek. Pas Të Drekës. Okej. Po. Dhe pyetja? Në përgjithësi, për moshën të shi moshë 3 shkuarje në familje. Për një familje. Shkuarje në familje, moshë 3. Është 58 viti atëherë. Po, 58, jo 85. E shohim. 5. Po. Je shumë e qartë, është fajun që e kemi dëgjuar keq. Nuk ka problem. 58. Tani, është 1958. 58. Shumë mirë, 58. Dhe falenderojmë shumë. Dhe i dim orën, e ka lindur në drek? Po, një në Asa mirë. Po, e përshëndesim zonjën. Zonja Pekorçe, shumë të dashuri. Të përshëndesim e dashur, të ftojmë që përgjigjen ta dëgjosh përmes ekranit, që në qoftë se regjia sot tregohet zemërgjër mjaftueshëm, të na jap mundësinë të bëjmë të ndonjë telefonat tjetër. Edhe në qoftë se nuk na japin mundësinë, e mirë kuptojmë sepse për hir të vërtetës kemi kaluar çdo limit të kohës televizive dhe televizioni kështu e ka, duhet respektuar, është më shenjtë si gjithçka tjetër, koha. Japim një orientim të vogël që për gjithë telefonuesit të mundohen të qëndrojnë tek një datë për t'ju dhënë shans më shumë telefonuesve për të patur mundësi që të bëjmë pyetjen e tyre. Pra një e dhënë, pyesim për një fëmijë. Kështu që do sigurohemi. Cila ishte pyetja e zonjës se nuk e tha shkuarje në familje, pra meraku i saj ishte për marrëdhëniet ndërpersonale që kanë brenda familjes. Tha dhe mosha e tretë na orientoi mirë për të kuptuar datën. Jemi moshë e tretë. Dhe do të di se çfarë mund të rezervoj ardhmja. Mirë. Tani, për ta njoftur njihen goxha mirë, zemrën e ka të mrekullueshme dhe është njeri shumë i mirë, por kemi një hyrje disi katërkëndore të mënyrës se si funksionon, pra një çik si burrat e qimontit që edhe kur nuk e gjen fjalën e duhur, këmbgul për veprimin. Pra ka një lloj vështirësie për të shprehur eksaktësisht atë që do që të justifikojë veprimin. Dhe shpesh duket sikur është shumë këmbgulës ose imponues ose pak i vështirë me komunikimin. Megjithatë, zonja e njeh shumë mirë, e di shumë mirë, luhatit e humorit kanë qenë një çik të lodhshme gjatë 2024-2025, por sa më shumë i afrohemi verës, aq më mirë do të jetë, kështu që periudha në të cilin ka kaluar nuk është se ka qenë e thjesht për të qenë qëndrueshme, për të qenë ekuilibruar apo rehat me veten me qëllim që të nxirrte më të mirën, kështu që fazën më të vështirë të komunikimit dhe të veprimit e ka mbyllur si vjet në fundin e shkurtit. Sa më shumë i afrohemi pranverës dhe në vazhdimsi, duket sikur do të lehtësohet shumë dhe me fjalën, por edhe me shijen e vet apo me humorin e vet. Pra sa më mirë dhe më qetë, më i sigurt të ndihet me veten, aq më mirë është edhe komunikimi i tij. Ne e të shmojmë shumë këtë segmenti. Ta shme e di, me zi përshim takimin e rapës të sëhanës. Kënajsi shumë. Ndërkohë, publiku të themi? Shemi pas pa. Ju duam shumë.